Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Të nderuar vëllezër, fillimisht Allahun e madhruar e falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjitha që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Jemi sot në këtë ditë gjumaje, në këtë ditë veçantë për neve si besimtar, në këtë ditë të dalluar të javës, por që sot ka qëlluar të jetë edhe në një muaj të veçantë për neve, në muajin e Ramazanit. Kjo është gjumaja e fundit e këtij muaji dhe Lësë Allah në mënuar që gjithë ato që kanë kaluar nga momentet, nga ditët, orët, minutat në këtë muaj, të kenë qenë në dobin tonë, në përmirësimin e raporteve tona me Zotin Xhellahu Ala, po edhe në përmirësimin e raporteve tona me zvete, dhe lësë Allah në mënuar që të ne jap shëndet, rahati, e mirësi që të presim edhe të tjerë Ramazana viteve të ardhshme. Në fillim kemi përmendur udhëzime se si duhet me prit Ramazanin, si duhet me kalu Ramazanin, si duhet me përjetu Ramazanin, si duhet me përfitu nga Ramazani. Ja tash sot duhet flasim për disa udhëzime me të cilat duhet ta përcjellim Ramazanin, si ta përmbyllim këtë muaj, këtë aktivitet një mujor dhe çfarë duhet të bëjmë në ditët në vijim. E kam thënë më herët, po e them edhe sot, dhe pse sot e ka rëndësinë e veçantë, se përkundër faktit se është gjumaja e fundit, përkundër faktit se na ka mbetur agjërim edhe një ditë, është dita e nesërm, dita e shtunë, përkundër kësaj besimtari nuk duhet me u ndal. Besimtari nuk duhet me u lodh. Nga se me një aspekt ka mbet shumë pak, edhe një ditë e gjysmë, shumë pak. Në kuptimin kalendarik ka mbet shumë pak, një ditë. Por në aspektin e përfitimit dhe ndryshimit ka mbetur shumë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Allahu çdo natë të Ramazanit, çdo natë deri në fund, që bjen sonte dhe nesër, çdo natë Allahu liron njerëz nga zjarri i xhenemit. Tash në xhenem s'ka njerëz, po Allahu te barekuhu teala me mëshirën e tij, me bujarinë e tij, me mirësinë e tij, me urtësinë e tij, bën që disa njerëz të shënohen në disa lista atje të cilët nuk do të preken nga zjarri i xhenemit. Nuk do të preken. Çdo natë Allahu xhallahu ala shënon emra të njerëzve të cilët do të jenë banorë të xhenetit. Na këtë nuk e dim. Por ne këtë mund ta përjetojmë. Mund ta përjetojmë në zëvshmërinë tonë në adhurim. Mund ta përjetojmë në orientimin tonë ka pendimi dhe ka ndryshimi. Mund të përjetojmë një lloj lehtësimi se më zell shumë pa i krymë i adhurimet, më me dashuri, më me respekt. Këtu mund të disa shenja treguese se emrit është në një listë që garanton shpëtimin tonë të përjetshëm. Dhe kjo është çka na e dojmë, dhe kjo është çka na e kërkojmë. Andaj mundësia që të shënohesh, nëse deri më sot nuk e shënuar, nuk e dim, është edhe sot edhe nesër. Shumë mundësi e madhe. Shumë mundësi e madhe. Aja që dikujt nështë e i ka ndodhur ditën e parë, ditën e dytë, mund të ndodhë dikujt ditën e fundit. Nuk ka më rëndësi. E rëndësishme është që mas të kalën Ramazani e ne, edhe kësaj radhe të mbetemi të paregjistruar në regjistrin e të shpëtuarve. Prandaj të ndërozën nga ky aspekt ka mbetë shumë. Ka mbetë shumë nga aspekti i një çështje tjetër me rëndësi. Si mbas shumicës e dietarëve, nata e Kadrit çdo vit lëviz.
Po, shpresa më e madhe është që natën 27. Por a mund të vullosim se ka qenë gjithsesi natën 27? Nuk mund ta vullosim. Nuk mund të garantojmë themi se veç 27 në s'ka, nuk mund të themi kështu. Ajo lëviz. Prandaj të ndërozë sonte është nata 29. Është natë tek. Shumë ka mundësi që sonte të jetë nata e Kadrit. Shumë ka mundësi. Prandaj nuk duhet me e dorëzu besimtari armën e tij, të përpjekjes e të betejës që t'ja del këtë muaj. Nuk bën. Nga se sonte mund tjetë e që shumë nga njerëz e kanë kërkuar 27-ën dhe me ta është përmbyll misioni. Në që nga prom kemi pa, dhe më thonë, zbrazje të, s'po thëmë gjamia ka qenë mbushur, por kemi pa, dhe më thonë, mungesë të njerëzve. Që nga dje? Për të dhim nga pardje. Që i bje se shumë nga njerëzit kanë menduar se nata 27 është e Kadrit, kanë ndarë një natë, e kanë mbush xhamin dhe kanë shkuar, për ta misioni ka përfundu. E kjo është gabim. Kjo është gabim, nuk ka përfundu kur gjë. Ende ka, ende Ramazan jemi, agjerushëm jemi. Një si dite e parë, si e fundit, njëjtë është. Edhe në shpërblim, edhe në angazhim, edhe në obligim, njëjtë është. Kur gjë s'ndryshon, deri në ezanin e ditës së fundit nesër. E kur thirr ezani i akshamit nesër e shtun, shajër që shkoj Ramazani. Nga se me perëndimin e ditët nesër, hymë në muajin Shawwal, muaji pasues i Ramazanit. E një Shawwal është dita e parë Fitr Bajramit, që i bie ditë e diel. Prandaj, nga ky aspekt, ndërmjetër, askush nuk guxon të ndihet, domthon, komod, e të ndihet, domthon, me mision të përfunduar për shkak se realisht asgjë ende nuk ka përfunduar. Shumë gjëra mund të ndryshojnë, shumë mund të fitosh me këtë fund. Madje shumë nga ato që të kanë ikë që nga fillimi apo mesi mund të kompenzohen dhe mund të plotësohen në këtë fund. Prandaj udhëzimi kryesor në këtë përmbyllje është vazhdo. Vazhdo deri në fund. Në çfarë fundi? Deri në fund të Ramazanit e para, po vazhdo deri në fund. Dhe e dyta që është shumë më e rëndësishme, vazhdo deri në fund të jetës tënde. S'ka përfundu. Me këtë Ramazan s'përfundon misionit. Me këtë Ramazan s'përfundon lidhje me Zotin xhallahu ala. Na shpresojmë që ky Ramazan e ka fuqizuar lidhjen. Dhe kjo duhet të përkthehet tash në vazhdimsinë tonë për te Ramazanit. Më thonë, nëse në këtë Ramazan jemi lidh me Allahun më tepër, nëse në këtë Ramazan jemi afruar tek Allahu më tepër, nëse në këtë Ramazan na është shtuar dashuria dhe udhëzimi në rrugën e Zotit xhallahu ala më tepër, atëherë kjo duhet të përkthehet në praktik pas Ramazanit. Duhet të shihen efektet e këtij Ramazani. Para mendojnë të ndrozër një njëri i cili për shembull ka dhimbje të madhe. Ka dhimbje të madhe. Merr një medikament caktuar që ja pushon dhimbjen për 2 ditë. Më kaloj thot. Mas 2 ditë kthej dhimbja, do të s'kaloj. Çështja është a largohet dhimbja, jo një dehje e përkohshme. Por a është largu problemi? Pa na shpresojmë që me këtë Ramazan disa probleme i kemi zgjidhur. Në raport me Zotin ton, në raport me disa obligime, në raport me disa të këqija, vese, mëkate, po shpresojmë që e kemi largu. Pse? Nuk kemi duke bërë Ramazan. Në rregull, hajtë të shëm tash, apo vazhdon kjo edhe pas Ramazani, apo ka qenë, po thëmë kushtimisht, kuptim pozitiv, një dehje përkashme mujore, po sa kalon aja, ndikimi i këtij muji, kthehen dhimbjet, kthehen problemet, kthehen gjithë ato që kanë qenë më herët, atëherë nuk është treguesi mirë ky. Prandaj vazhdo deri nesër në akşam me angazhim të Ramazanit e vazhdo pas Ramazanit me angazhim të muslimanit. Ti vazhdo me ko musliman dhe pas Ramazanit, prandaj vazhdo. Kjo është çështja e parë që dua t'u them të vëzhgoj, kjo është shumë e rëndësishme.
Çështja e dytë që du me përmend është një çështje juridike që i takon çdo muslimani me ditë. Aja është çështja e sadakatul fitrit. Sadakatul fitri është një kontribut, është një pagesë që muslimani e bën për dy arsye. Sikur që e ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e transmeton Ibn Omeri, e ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se është obligim për sasni musliman të paguajë një shumë simbolike, modeste, për çfarë arsye? Pastrim për agjërimin e tij. Do gjatë agjërimit patjetër që kemi bën ndonjë lëshim. Ndonjë fjalë e pahishme, sjellje, ndonjë mangësi kemi lënë e kështu me radhë, Allahu me rahmetin e tij, Allahu me bujarinë e mirësinë e tij mundson që ato lëshime eventual të plotësohen përmes një kontributi modest që muslimani e bën në fund të Ramazanit. Dhe kjo pagesë duhet të përfundon deri para se me u fal namazi i Bajramit. Nëse falet Bajrami e se ka dhënë sadakan, në të ka ikë mundësia, e ke lëshu një obligim që për te ka përrisi. Nuk guxon me të nxon Bajrami pa e pagu sadakatul fitr. Nuk guxon. Prandaj çdo musliman e ka për obligim me dhon. E para është pastrim dhe e dyta çka është? E dyta është ushqim edhe kontribut për kategoritë që e meritojnë këtë sadakatul fitr. Njerëz të varfër, njerëz që domthon në sofrën e Bajramit nuk kanë çka me hongër, e kështu me radhë. E pse sot ka alhamdulillah për kujdesje të mirë ka për këto kategori, por prapë mbetet nevoja që të vazhdojnë kujdesi për ta. E në veçanti të ndërrozën me kontributin ton, pavarësisht a është sadakatul fitr apo çka do të qoftë, duhet të vazhdojmë të kontribuojmë për mirëmbajtjen e institucioneve tona që menaxhohen e udhëheqin nga Bashkia Islame, qoftë në nivel të Republikës nga Kryesia e Bashkisë Islame të Kosovës, apo qoftë në nivelin tonë lokal nga Këshilli i Bashkisë Islame në Mitrovicë. Mirëmbajtja e medreseve, fakulteteve, aktiviteteve të shumta, ato do një burim financiar. Gjitha këto të ndërsa nuk financohen nga shteti. Nuk kanë buxhet caktuar që ndahet e të mirëmbahen institucionet fetare nga shteti. Ende nuk ka ligj për këtë. Ende nuk ka kontribut për këtë. Mbetet kjo gjitha në vullnetin dhe dashamirësinë dhe bujarinë e qytetarëve. Edhe pse deri më tani është një përkrahje e mirë, por duhet të shtohet edhe më tepër për faktin që nevoja ende është e papërmbushur sa duhet. Andaj edhe për sadakatul fitr ju inkurajoj, ju them që t'i paguani në Këshillin e Bashkisë Islame, e kemi hoxhën Ceren Jashtë që i ka bllokat për këtë çështje, prandaj kush se ka paguar deri më tani të vazhdon të paguan. Edhe ta dinë se pagesa është në drejtimin e duhur edhe në duart e sigurta me lenin Allah të mëndum. Nuk duhet njeriu të ndrozë një kontribut që është modest, është simbolik, me dhonë dhe me menu se përfundoj dhonja ati. Edhe këtu, themi s'ka përfundu. Bamirësia jote nuk përfundon me sadakatul fitr. Nuk përfundon. Sadakatul fitr është dhënia simbolike. 3 euro për person. Nësë janë 5 antarë familjes, 15 euro ipen. Në pastrim për gjinimin e juaj, ruajtje nga Zotit e Barekotala, kontribut e kështë më ratë. Mirë po, nuk duhet bujaria e besimtarit, kontributi i ti, bamirësia e ti, nuk duhet me përfundu me një sadakatul fitr. Nga se nuk mundemi këtë shtigjet me imbyll me sadakatul fitr. Në njerës pysin, a ban mi adhon vlaut se është smut me blihapa, me vitra. Që shumë vla me vitra vlaut je për menu. Vlaut minimu për gojës tonë, për gjepit tënë, jo për vitrave, e motrës, e babës, e kështë më radhë. Në më këshyrë me vitra, këtë obligimet që i kam i mshelë, pas mshelë dhe të pak jenë, qëka deleja? Rëndaj, muslimani është bujarë, gjithë kështë mundësin e vetë, dikush ka ma shumë, dikush ka ma pak, normal,
mirë po ajo që dua të them të domosdoshmë muslimani është bujar. Muslimani është kontribut dhënës. Muslimani është bamirës, me atë që ka mundësi, Mirë, por nuk du të menu se me vitra krejt e këna mshel, i kom dhonë në vitrat. Mirë laj, ka dhonë vitrat, po njëta vazhdan, obligimet vazhdojnë, nuk jëmë përmbush kërkesat. Për na me vitrat njëmojmë dhe dikun dhe qka, po bjesë endë dhe shumë për me njëmu. Nëse nasë njëmojmë kush njëman, nëse na nuk gjinim, kush ka mu gjinë. Gjithë kush e ka obligim për vend vetë në vëzër. Nësë më kërkojmë me njëmu, vendeve që ka nevoj po. Allah ju një moftë, kemë në obligime tona. Në mu shumë kërmi ju gjindë, ju këna gjindë. E dini, kër ka do tërmetin e Turqi, si popull i vogël, sa këna pas mundësi, me mundësi tona, kemi që kontribute kogja, do me thënë se shtetit tonë vla mikë në Turqi. Këna mundësi, që këna pas mundësi? Kanë do tërmetin në Shqipni, ju këni mu vlazve to, sa këna pas mundësi. Me kontribute, modeste tona, sa këna mundësi. Por mbetet prioritet normal gjithmonë vend jonë, qytet jonë, fqinësia jonë. Kjo është prioritet për neve. Prandaj bamirësia duhet vazhduar. Nuk duhet mundal bamirësia asnjëherë. Dhe nuk duhet mundu muslimani se ka mos i kej këto gjësh jam i mbill me vitra. Se vitrat janë pak. Prandaj vazhdojmë që bujar, kontribuojmë atë që ke mundësi. Ja se krejt ato çka ti e jep, dije se më shumë ti dhe fillimisht ti dhe familja të përfitojnë, më shumë ti. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të dhënë është një hadith që është kogja interesant edhe duhet vëmendje. Me e kuptu këtë hadith kogja mirë. Çka ka thonë pejgamberi alaihi wasallam? Kjo është thënie e dërguarit Zotit. Në Zoti e ka mësuar që kështu më na thonë neve. E çka ka thonë? Ka thonë thalathun uqsimu alejhinne. Për 3 gjëra ju bëj be se çështot është apo. Pejgamberi s'ka nevojë be. A çka thotë çështot? Ai është i besuar i Allahut në tokë. Ai është bardhësi i fjalës së Allahut në tokë. Ato çka ai thotë është e vërtetë e pakontestueshme. E nëse në atë që është, nëse nga ky njeri që çka flet është e pakontestueshme, çka flet është e vërtetë, vjen diçka që ai betohet në të. Çka jetë pastaj të ne kërshi kësaj fjala, me kuptu se qenka shumë e rëndësishme të kuptohet një mesazh tejet, do me thënë se duhet ta kuptojmë drejt, për shkak se për këtë mesazh, për këtë informatë, për këtë lajm betohet Muhamedi alayhi salatu wasallam. E para që është betuar për të ka thonë ma naqasa malun min sadaqa. Ju betohem në Allahun e Madh se pasuria nuk zvogëlohet nga dhënia. Të betohem, ai që jep nuk i zvogëlohet. Të garantoj se ka më të shtu me dhënje. Inkurime i madhë qka ka? Ka më të shtu jo veç pasuria, po ka më të shtu rahatia, mirëqenja, bereqeti, shpërblimi që në shumë më të nëjë se më të shtu veç pasuria. Nga se të ndërëzër, qka i duhet dikujt mi ushtu shifrat numerike të pasurisë, nga 100 euro, mi u bo 300 euro, 500 euro, qka i duhet kjo? E pastaj, me ju zbe e me u varfnu në mirëqenje, e në rahati, e në shëndet, e në mirësie, qka i duhet kjo? Andaj, pasuria nuk e vetëm në aspekt numerik, pasuria nuk e vetëm në aspektin e sasisë së shtuar të pasurisë, por pasuria është edhe rahatia familjare, pasuria është shëndetje, pasuria është dashnia mes antarëve të familjes, pasuria është mirëqenje në përgjithësi, për rahati. Këtë në këto pasuri. E pejgamberi po garanton se ai që jep ka më ushtu, nuk paksohet. Prandaj kjo është për ty. Çdo dhënie është për ty. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se Allahu ka premtuar se ai që jep me dorën e tij e pranon Zoti sadakan, e pastaj i arrit dirse e takon Allahun xhallahu ditën e gjykimit. Sikur se thot pejgamberi, dikush nga ju e merr një klësh, një veç të vogël, pastaj e rrit e bën të majmë, e bën një lopë të majme të madhe, e ke marrë shumë të vogël, e ka rrit. Andaj ti sot jep e kontribon
Nesër ditë e gjykimit kur e sheh kontributin thotë jo, që ka s'kem dhon. Allah thotë, prej kur e ke dhon jam të rrit. Desa sot e jarë ke marr kaq të madh atë kontributin tën. Andaj të mirën tonë është mirën tonë. Mirën e përgjithshme është domthonë dhënia. Ti fiton më shumë ti familja jote, pastaj të tjerët. Andaj mos mendon dikush që jep e ka ratu dikan, e ka bë mirë dikujt, është vërtet ja. Mi po një vërtet para kësaj është se mas pare e ka ratu vetveten, edhe ke bë dobi vetes tonë. Çdo kontribut që e ke dhënë, çdo cent që e ke dhënë, çdo euro që e ke dhënë, është vallai për të mirën tonë. Është për dobin tonë. Komo të gjithë dunjën e ahiret. Për gjithçka, për çdo të mirë. Prandaj nuk duhet me kursy besimtare. Ka luks, ka teprime. Në shumë aspekte sot ka teprime. Shohim ushqimi që hedhet. Pastaj luksin shumë aspekte tjera. Elhamdulillah, kjo mirësi e Zotit, me rëndësi mos më kon haram. Mirë po, duhet që krahas shtimit të pasurisë, mos ashtu vetëm rahatia dhe luksi, po të ashtu edhe dërdhënia, e sadakaja, e kontributi, e solidariteti për krahje, këto duhet më shtu normal. Prandaj ai që ju ka shtu pasuria, për i vjetë e si vjetë sa ka dhënë vitra 3 euro, e si vjetë o për 3, jo, sa shtoj e pak, a tu ka shtu pasuria po shtoj e pak vitrin, është e vërtet mjafton me 3 po, shtoje, le të vrejet të këti mirënjohja dhe falërimin dhe Allah xhallahu për çdo shtim, sa të më jap shti Allah, ko më jap edhe më shumë, që Allah pasoj të më jap me tjep edhe më tepër, që është e rëndësishme. Kjo është e rëndësishme të ndërrozëm. Dhe në fund, me çka arku azanit, ditën e diel e kemi ditë Bajrami. Nesër përfundon Ramazani. Allah në dha shëndet, e rahati, e mirëqenie, e siguri, ta kalojmë edhe nesër si duhet, e ta presim Bajramin si duhet. Disa informata për Bajramin, nga së është më nëndësi të dini, namazi i sabat, mas pa të një kujdes, të nërëzër se ditë në djel, shtyjet ora. Fillon llogaritja verore e kohës. Prandaj mund të gabon dikush me orë, e të vjen shumë më herët ose të vjen më vonë. Prandaj kujdesuni me rregullimin e orës në bazë të ndryshimit të saj me llogaritja verore. Andaj lindja e diellit është në 5, sot ka qenë në 5:18, apo 5:15, po supozojmë që tjetë dilën, i bjen 6:15. Do në lindja e ditë do të jenë 6:15. Në sot lindja ditën 6:15, ne në ora 5:50 hine në farzë, sabahut. 5:50 e falun farzën, bëni kameti. Apo? Pastaj në ora 7 e falun Bajramin. Në ndesa të falet sabahu, t'i krymë ato ceremonit, pastaj është ligjërata e zakonshme e Bajramit në pritje të kohës së Bajramit, e shfrytëzojmë që të përcjellë ndonjë mesazh, porosie kështu me radhë, dhe në ora 6:59 fiks 7 do namazi i Bajramit falet. Pastaj pason hutbeja e Bajramit dhe shpëndohemi me urime e përhajr me zvetjen familjen tonë kudo qoftë. Zoti na bëf ditë gëzimi e të rahatisë, e të bashkimit, e të unitetit, e dashurisë mes vetë. Allah na pranon agjërimin, Allah na pranon çdo kontribut, çdo aktivitet. Un jam shumë mirënjohës ndaj juve për kontributin që keni dhënë vazhdimisht në këtë xhami, për edhe respektin, edhe mbajtjen e disiplinës të rregullit deri më tani elhamdulillah çdo aktivitet ka shku si më së miri. Xhamiu ka qenë e mbushur me aktivitete, edhe me ligjërata të sabahut, edhe të ikindis, edhe me mukabele, e me teravi, e tash me namaznate, i munduan mënyrë të ndryshme që ta pasurojmë me aktivitete këtë muaj. Prandaj gjitha këtu ka qenë e domosdoshme për krahja juaj, prandaj ju mirënjohës dhe ju falenderoj për përkrahje, për mirëkuptim dhe bashkëpunim. Shpresoj që të vazhdojmë tutje edhe më fuqishëm me përkrahje të përbashkët dhe bashkëpunim të më tutjeshëm për të mirën e përgjithshme dhe kolektive. Zoti ju paguaj mundin, ju shpërblet për çdo cent që keni dhënë do të jepni dhe ju dashur Allahu rahati, mirëqenie, shëndet juve dhe familjeve të juaj dhe kudo që jeni. Allahu e ruaj vendin tonë, popullin tonë, na ruaj Allah nga çdo e keqe, nga çdo ligësi e na mbrojt Allah në vazhdimsi në Ramazan dhe jashtë Ramazanit. Me kaq për do fund ka ardhur ezanit. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam taslimen kathira.